Shkëndija e Tetovës 2 xhiro para përfundimit të kampionatit zyrtarisht siguroi titullin kampion për sezonin 2024-2025 në ligën e parë të futbollit vendor. Kuqezint dje regjistruan fitoren e 19 sezonale, ku kanë regjistruar edhe 10 barazime dhe 2 humbje me gol averazh, 55-27. Kanë grumbulluar 67 pikë që janë të mjaftueshme që matematikisht të shpallen kampion për të 5ën herë në historinë e këtij klubi, ndërsa titulli i 4 me menaxhimin e kompanisë Ekolog. Autor të golave për ekipin kuqezi ishin Latifi dhe Tamba, ndërsa për miqt shënoi Dellaj nga pika e bardhë. Me përfundimin e kësaj ndeshje nisi festa ku para stadiumit kishin ardhur një grup i madh i ballistëve, të cilët edhe më tepër e madhëruan këtë festë për titullin e 5 kampion i Maqedonisë së Veriut. Timonieri i skuadrës Jeton Beqiri tha se përkundër shumë vështirësive dhe presioneve ja arritën qëllimit. Ishte një kampionat i rëndë, ishte një kampionat që nuk ishte i lehtë, ishte kampionat me shumë peripeci, me probleme, me momente presionit psikologjik, por e rëndësishme në fund kur deli pari ja vlen gjitha gjërat. Pa dyshim se më meritor për këtë titull janë futbollistët të cilët gjatë gjithë kampionatit u munduan të japin më të mirën e tyre. Jem shumë i lumtur, kur e dimi se gjatë këtij viti çfarë sakrifice, çfarë mundi kemi patë të gjithë së bashku. I falenderoj të gjithë ato që na kanë për krah, edhe urim me titullin, inshallah shtohen titujta. Ala më shumë. Gjithë ishin kundër nesh, por përsëri Shkëndija në fund doli kampion vetëm kundër gjithëve. Drejtori sportiv Ardian Cuculi ishte mjaft i emocionuar pasi si futbollist e ka pasur shumë më të lehtë se sa tani si drejtor sportiv në këtë moment festiv. Kanë qenë emocione dhe momente gjatë gjithë vitit, si të mira ashtu dhe të vështira, kemi kalu peripeci të mëdha. Ka qenë më lehtë si lojtar, kurse si drejtuese kam përjetuar më shumë. Kështu që më vjen mirë që mbas disa vite Shkëndija e rikthen titullin aty ku i takon dhe urime gjithë tifozëve ballistë, urime gjithë Tetovës dhe urime gjithë stafit futbollistëve dhe gjithë shqiptarëve në mban. Një ndeshje me kthesa të shumta në fund doli që të vendosin 2 golat e realizuar në minutat shtesë të ndeshjes, ku AP Brera mundi Shkupin 4-3. Aktualisht nuk ka asnjë reagim nga organet kompetente, ashtu siç ndodhi në ndeshjen e ligës së dytë Kozhufi Bashkimi, ku kumanovarët dolën fitues me golin në sekondat e fundit të ndeshjes që nxorri shumë dyshime dhe dilema. Në Kavadar, Tigveshi me rezultatin minimal 1-0 mundi besën e Dobërdollit. Të martën Vardari dhe Struga Trimlum barazuan pa gola 0-0. Pas javës së 31, tabelën e kryeson Shkëndija me 67 pikë, e ndjekur nga Sileksi me 63, Rabotniçki me 56 pikë dhe Struga Trimlum me 49 pikë.